Të nderuar teleshikues të Ora News, juftoj të qëndrojmë së bashku në edicionin qendror të lajmeve, njihemi me zhvillimet më të rëndësishme të ditës së sotme, fillimisht titujt kryesor. Eurogrupi ndërpret negociatat me Greqinë, pret rezultatin e referendumit për të cilin kryeministri grek tha se nuk ka asnjë lidhje me eurozonën, çfarë ndodhi në Bruksel dhe si po pritet vendimi në Athinë. Pas pak do të kemi kolegen Anjola Hamzaj për detaje. Fushata e zgjedhjeve të 21 qershorit ka rritur sasinë e paras jashtë bankave, arriti në nivelin 222.6 miliardë lekë. Pas pak të dhënat e raportit do të na e përcjell kolegja Erblina Mile. Korrupsioni dhe mungesa e drejtësisë po largon investitorët gjerman nga Shqipëria. Ambasadori Hoffman i çoi qeverisë shqiptare mesazhin e biznesit. Operacioni ndërkombëtar kundër terrorizmit në pranga, familjarët e çiftit italo-shqiptar, përgjimet implikojnë edhe imamin arrestuar Bujar Hysa. Pas pak do të kemi me Skype nga Italia kolegen Alba Kepi. Pas vendoreve, socialistët shkojnë drejt të zgjedhjeve të brendshme, ndërsa demokratët pritet të nisin analizën e humbjes. Fokusohemi fillimisht në shtetin e Len, vendi tashmë është zyrtarisht pezull dhe i vetëm kjo pas një vendimarrje të Eurogrupit me të cilin na njeh me detaje kolegja Anjola Hamzaj. Mbrëma Klea, në fakt kështu ka ndodhur, kanë marrë disi një lloj forme zhvillime që ishin pafund dhe pa krye në Bruksel dhe në Greqi. Eurogrupi sot në telekonferencën e pasdites ka vendosur që nuk do të ketë më negociata dhe as bisedime sa i përket krizës greke apo propozimeve të reja të paraqitura orët e fundit nga qeveria e Alexis Tsipras, duke vendosur kështu që gjithçka do të vendoset pas ditës së diel, ditë që mbahet pra edhe referendumi në Greqi. Ky vendim është një mbështetje e të gjitha deklaratave dhe qëndrimeve të kancelares gjermane Angela Merkel, e cila edhe sot përsëriti që dera për Greqinë është e hapur, por ajo tha se është disi vonë për të diskutuar për të gjitha alternativat e reja, duke thënë se gjithçka do të vendoset pas referendumit. Ndërkohë ka reaguar edhe kryeministri i Italisë Matteo Renzi, i cili tha që vendimi për mbajtjen e referendumit është gjithashtu i gabuar, por sot duhet kujtuar që kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ju drejtua popullit e tij me një fjalim, duke i bërë sërish thirrje të votojë kundër reformave të propozuara nga kreditorët ndërkombëtar. Ai tha se vota kundër nuk do të thotë vot kundër eurozonës, por është një vot që do të ndihmojë ata të ecin në mënyrë më të begatë drejt zhvillimeve të mëtejshme ekonomike dhe sociale në Greqi. Për më tepër kronika. Nuk do të ketë më asnjë takim të Eurogrupit deri të hënën. Vendimi është marrë sot pasdite në telekonferencën e ministrave të financave të zonës euro, të cilët kanë rënë dakord që bisedimet të rifillojnë pas mbajtjes së referendumit ditën e diel, duke mbështetur kështu qëndrimin e kancelares gjermane Merkel. Më herët gjatë ditës kryeministri grek Alexis Tsipras në një konferencë drejtuar popullit të tij hodhi poshtë të gjitha spekulimet se ka kërkuar një paketë të tretë ndihme financiare, duke i bërë thirrje popullit grek të votojë kundër reformave të kreditorëve në referendumin e peskorikut. Ai tha se vota kundër në referendum nuk do të thotë refuzimi i euros apo i Bashkimit Evropian. Το δημοψήφισμα της Κυριακής δεν αφορά την παραμονή ή όχι της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Jo do të thotë presioni fort për arritjen e një marrëveshje ekonomikisht të qëndrueshme për borxhin ton, dhe gjithashtu do të pengoj vazhdimisht përpjekjen ton për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe shoqërisë son. Unë personalisht marr përgjegjësinë e plot për gjetjen e një zgjidhje të drejtë pas përfundimit të procesit demokratik. Përplasja mes Athinës dhe Brukselit vijon. Kancelaria gjermane Angela Merkel deklaroi se nuk do të negociohet përpara referendumit, referuar kërkesave në letrën e kryeministrit Alexis Tsipras, dërguar gjatë natës së të martës në Bruksel. Në letër Tsipras pranonte një pjesë të madhe të kërkesave të kreditorëve, por Merkel tha se nuk ka marrëveshje me çdo kusht, duke lënë të kuptohet se tashmë është vonë. Në konferencën me kryeministrin italian Matteo Renzi, Merkel tha se marrëdhëniet personale mes saj dhe Tsipras nuk janë dëmtuar si pasojë e zhvillimeve të fundit. Kurse kryeministri italian u shpreh se vendimi për mbajtjen e referendumit në Greqi është i gabuar. Ndërkohë sondazhet në Greqi flasin se 57% e qytetarëve do t'i thonë jo masave shtrënguese që propozon Trojka. Megjithatë, pro-europianët po fitojnë çdo ditë më shumë terren. Kur kryeministri Alexis Tsipras shpalli referendumin popullor duke mbështetur qartë alternativën për të refuzuar propozimin e kreditorëve, shumë në Bruksel u befasuan. Por pyetja që shtrohet është sa të qartë janë vetë grekët për atë që do t'u kërkohet të votojnë të dielën. Në fletën e votimit, atyre do t'u kërkohet.
A duhet të pranohet marrëveshja e propozuar nga Komisioni Evropian, Banka Qendrore Europiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë mbledhjes së Eurogrupit më 25 qershor 2015, i ndarë në 2 pjesë. Pjesa e parë titullohet Reforma dhe përmbushje e programit në fuqi dhe përtej tij, ndërsa e dyta Analiza e qëndrueshmërisë së borxhit paraprak. Ndoshta ata të diplomuar për makroekonomi e kuptojnë të pjesë, të tjerët me siguri që jo. Qeveria po përpiqet me çdo kusht të ndikojë dhe orientojë votuesit tek joja. Edhe në fletën e votimit, kjo alternativë do të jetë para post në renditje. Dhe deri tani duket se ja ka dalë mban. Sipas një sondazhi paraprak të kryer nga Instituti Grek, Prorata, javën e kaluar, 57% e njerëzve që do shkojnë të votojnë do ta kundërshtojnë propozimin, ndërsa vetëm 30% janë në favor. Megjithatë, pas vendimit të qeverisë greke për të mbyllur bankat nga e hëna e kësaj jave, ka ndikuar që poja të rifitojë terren, pasi mbështetësit e programit janë rritur në 37%, ndërsa kundërshtarët kanë zbritur në 46%. Të pavendosurit janë rritur nga 13% në 17%. Pavarësisht krizës ekonomike, në ishujt grek mbërrin çdo ditë turistë. Ata janë përgatitur të marrin para me vete, ndërsa thonë se në Greqi gjithçka është e mrekullueshme dhe se ai nuk të lë përshtypjen e një vendi në krizë. Turizmi në Greqi përbën rreth 20% të produktit të brendshëm bruto, një aset kombëtar që është vënë në rrezik nga kriza e borxhit. Megjithatë, në ishujt përrallor të Jonit dhe Egeut, turistët vazhdojnë të mbërrinë çdo ditë përmes tragjeteve. Edhe pse mes tyre ka mjaft gjerman, të gjithë janë miqësor me ta, nuk mungojnë as evropianë të tjerë dhe amerikanë, të gjithë të pajisur me para ekstra me vete për të shmangur bllokimin e bankomateve. Në Mykonos, ndoshta ishullin më të famshëm grek, ku kanë rezidencë mjaft hyrë të Hollywoodit, plazhistë nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe Zvicra, shijojnë shampanjën, rrezet e diellit dhe ujin kristal, edhe pse kanë frikë që kjo nuk do zgjas shumë. E pabesueshme, gjithçka është fantastike, moti, muzika, gjithçka. Here specifically, it's awesome. The party beach, I mean, music everywhere, people Këtu është e everywhere. jashtëzakonshme. Festa në plazh, muzikë kudo, njerëz kudo, uji është i shkëlqyer, shtëpitë shkëmbijnë, më pëlqen vërtet shumë. Mua më duket sikur këtu nuk ka krizë fare. Morëm ca para kesh para se të vinim, sepse e dinim, por jam e sigurt që të tjerë do ta kenë problem. Në të gjithë vendin degët e bankave janë mbyllur, por sipas vendasve në Mykonos, ATM-t janë plot me para, në mënyrë që turistët të marrin dhe sigurisht të shpenzojnë sa më shumë, në përpjekje për të mos pësuar ndonjë rënje drastike nga shifra rekorde 24 milion personave që vizituan vendin vitin e kaluar. Niveli i lartë i korrupsionit dhe mosgjetja e drejtësisë janë kthyer në shqetësime serioze për investitorët e huaj. Mesazhin në emër të përfaqësuesve të biznesit Gjermania ka përcjell qeverisë shqiptare e vet ambasadori Helmut Hoffmann nga tryeza për reformën në drejtësi të mbajtur në Durrës, Everest Dedaj. Ambasadori i Gjerman Helmut Hoffmann në tryezën për reformën e drejtësisë në Durrës lëshoi alarmin për largimin e investitorëve të mëdhenj për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit në vend. I speak a lot to potential and real German investors. Unë takoj sipërmarrës të mëdhenj gjerman në Shqipëri që më flasin për korrupsion. Kjo pengon investimet e mëdha dhe nuk kanë garanci për investimet e tyre dhe në shumë raste shprehen të gatshëm për të tërhequr nga vendi. Ambasadori i Gjerman njoftoi se ky shqetësim është bërë prezent edhe në takimin e kancelares Merkel me kryeministrin Edi Rama. Federal Chancellor Angela Merkel. Kancelarja Merkel kur u takua me kryeministrin, problemin e drejtësisë e vendosi në qendër në bisedën e saj. Ndaj kohët e fundit ne jemi fokusuar shumë në këtë problematik. Teksa ngritej shqetësim për pandëshkueshmërinë e korrupsionit në nivelet e larta përfshirë drejtësinë, Hoffmann tha se reforma është një domosdoshmëri për të përmirësuar situatën në vend dhe për të vendosur barazinë para ligjit për të gjithë. I've heard everybody talk about this problem of corruption. Ambasadori OSBE-s Florian Rauning, i pranishëm në konsultimin publik, e vuri theksin tek eficienca e sistemit të drejtësisë. Për të qenë në lartësinë e sfidës, Shqipërisë i duhet një plan zbatimi. Pas mbylljes së fazës së parë atë të evidentimit të problemeve, grupi i ekspertëve ka ndërmarrë nismën për konsultimet publike për të kaluar në fazën e dytë atë të propozimeve konkrete të ndryshimeve ligjore.
Autoriteti portuali i Durrësit ka nisur bisedimet me kompaninë gjermane për të zgjidhur mosmarrëveshjet e krijuara. Drejtuesit e portit kanë marrë shkas nga një shkrim në një të përditshme gjermane ku hidheshin dyshime për afera korruptive në këtë port, ndërkohë që pas një jave Shqipërinë e viziton kancelarja gjermane Angela Merkel. Po që konflikti nuk është i mbyllur. Një ndërmarrës gjerman nuk pranon të paguajë rishfet. Skelën e tij në portin e Durrësit e ka zënë një kompani tjetër. Si ishte mundur që kjo të ndodhë në një vend si Shqipëria që aderon të bëhet pjesë e BE-s? Ka mjaftuar ky shqetësim i ngritur në një të përditshme gjermane që autoriteti portual i Durrësit të ulet në bisedime me kompaninë gjermane EMS për të gjetur zgjidhje të problemit. Kjo është një akuzë shumë e rëndë dhe në kundërshtim me të gjithë ecurinë e kësaj ngjarje ku neve si APD dhe unë personalisht kemi bashkëpunuar shumë si me kompaninë EMS, si me stivadorët për të sheshu këto mosmarrëveshje. Mbas 2-3 ditësh vjen dhe një letër zyrtare nga ana e zotit Müller, as ju, pra unë, as ministri nuk më keni kërkuar asnjëherë ndonjë rishfet. EMS ka fituar kontratën e koncesionit për operimin në kalatën lindore të portit të Durrësit në qershor të vitit 2013. Kontrata parashikon që kompania të ushtrojë aktivitetin e operimit në kalatën lindore, pra të menaxhojë të gjithë operacionet që zhvillohen në të. Vetëm pas pak ditësh, Shqipërinë e viziton kancelarja gjermane Angela Merkel dhe klima e biznesit gjerman do jetë gjithashtu në fokus të bisedimeve. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Seko, ka bërë të ditur se qeveria dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë ende në diskutime për ndërhyrjet që i duhen bërë buxhetit. Misioni i FMN-s u largua një ditë më parë ndërsa që pritet të rikthehet, ndërkohë guvernatori parashikoi një ecuri më të mirë të ekonomisë në pjesën e dytë të vitit, ndërsa vlerësoi se shpenzimet nga qeveria janë rritur. Misioni FMN-s u largua nga Shqipëria pa rënë dakord me qeverinë shqiptare për ndërhyrjet që do t'i bëhen buxhetit. I pyetur nga gazetarët, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka deklaruar se institucioni që drejton ka përmbushur të gjitha rekomandimet e Fondit Monetar, ndërsa bisedimet me qeverinë vijojnë. Qeveria në raport me misionin është duke ajustuar raportet e të ardhura dhe shpenzimeve. Kjo mund vi edhe nga një planifikim i shtuar, mund vi edhe nga një planifikim i tepër të bërë në raport me të ardhurat në fillimin e vitit. Nuk është se ka asnjë problematikë konkrete, gjithçka është në periudhë studimi dhe do të mbyllet në misionin e radhës që do të vinë në Shqipëri. Përpara gazetarëve, guvernatori Seko ka dhënë edhe një herë garancit për mosprekjen e sistemit bankar shqiptar nga kriza greke. Këto banka janë me vetë financim, janë me depozitat depozituesve shqiptar dhe kreditë dhe aktivitetin ekonomik janë dhënë territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk kanë nevojë që të furnizohen me fonde nga mëma, pasi janë të pavarur në aktivitetin ekonomik. Kreu i Bankës së Shqipërisë ka deklaruar se shpenzimet nga buxheti janë përshpejtuar, ndërkohë që konsumi dhe investimet private mbeten të dobta. Shpenzimet publike shënuan një rritje të lehtë vjetore. Familjet dhe biznesi shfaqin një kërkesë të ulët për financimin e konsumit dhe të investimeve me kredi bankare. Banka e Shqipërisë ka mbajtur të pandryshuar në 2% normën bazë të interesit për lekun, ndërsa ka parashikuar një gjallërim të ekonomisë në pjesën e dytë të vitit. Fushata e zgjedhjeve të 21 qershorit ka rritur sasinë e paras jashtë bankave, të paktën kështu rezulton nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, me raportin e cilit në një në lidhje të drejt për drejt. Kolegja Erblina Mile. Përshëndetje Klea, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë për gjatë periudhës së fushatës zgjedhore për zgjedhjet e 21 qershorit, kemi pasur një qarkullim të paras jashtë sistemit bankar me një rritje të ndjeshme. Janë pikërisht 5.8 miliard lek më tepër në krahasim me një muaj më parë, të cilat kanë qarkulluar jashtë sistemit bankar. Ndërkohë në total, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, janë 222.6 miliard lek, të cilat nuk qarkullojnë nëpërmjet sistemit bankar. Mendohet se këto shpenzime kanë lëvizur jashtë sistemit bankar si pasojë e shpenzimeve për fushat, në mënyrë për gjetjen e zyrave elektorale, për mitingjet apo për qarkullimin në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Zgjedhjet rrisin para jashtë bankave. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se në muajin maj, periudhë kur ka nisur edhe fushata zgjedhore për zgjedhjet vendore të 21 qershorit, paraja jashtë bankave ka arritur në 222.6 miliard lek, duke shënuar një rritje prej 2.4%, ekuivalente kjo me rreth 5.8 miliard lek, kundrejt muajit të mëparshëm, dhe duke prekur kështu nivelin më të lartë të këtij viti. Paraja jashtë bankave parashikohet të jetë rritur edhe gjatë muajit qershor, periudhë ku kulmoi edhe fushata zgjedhore.
por të dhënat për këtë periudhë do të publikohen nga Banka e Shqipërisë pas një muaji. Kjo duke pasur parasysh shpenzimet të shumta që bëhen për fushatat zgjedhore në aktivitete elektorale, udhëtime, karburant, zyra elektorale, mitingje, postera dhe materiale të tjera promocionale. Vetëm pak kohë më parë, shoqata e hidrokarbureve vlerësoi se për shkak të fushatës zgjedhore, konsumi karburantit u rrit në muajin prill me rreth 40%. Gjithsesi, vlerësimi me saktësi i shifrave që partitë politike shpenzojnë në fushata zgjedhore është pothuajse i pamundur për të bërë në Shqipëri, në kushtet kur mungon transparenca në deklarime, por edhe kontrolli nga institucionet shtetërore. Ministri i Financave Shkëlqim Sani ka urdhëruar njësitë vendore që të mos kryen asnjë transakcion dhe fondet që u kanë mbetur t'ua kalojnë deri më datën 7 korrik 61 bashkive të reja. Deri më këtë datë duhet të bëhet edhe likuidimi të gjitha shpenzimeve, pagave dhe sigurimeve shoqërore. Njësitë vendore nuk do të kryejnë më asnjë transakcion, ndërkohë që fondet e papërdorura do t'u kalojnë 61 bashkive të reja. Ministri i Financave Shkëlqim Sani ka nxjerrë urdhrin për procedurat e mbylljes së llogarive të njësive të qeverisjes vendore, që do të shkrihen. Sipas urdhrit, ato duhet të paguajnë deri më 7 korrik shpenzimet që janë kontraktuar deri më 30 qershor, si dhe të shlyejnë pagat dhe sigurimet shoqërore, po brenda kësaj date. Përveç fondeve të papërdorura, deri më 7 korrik në buxhetet e 61 bashkive të reja, do të kalojnë edhe të ardhurat nga biznesi i vogël, që mblidhen për llogaritë të qeverisjes lokale nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Ministria e Financave garanton se bashkitë e reja nuk do të kenë probleme me financat. Përveç fondeve ekzistuese, në dispozicion të tyre do të vihet edhe një shumë prej $20 milion që do të përdoret deri në fund të këtij viti për nevojat e vendorëve. Do të fokusohemi tashmë në një operacion ndërkombëtar kundër terrorizmit, ku janë vënë në pranga familjarë të një çifti italo-shqiptar. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë me Skype për një raportim nga Roma, kolegen Alba Kepi. Alba, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje nga Roma. Pra, në orët e para të mëngjesit të sotëm, policia antikriminale e qytetit të Milanos, me urdhër të prokurorisë së qytetit të Milanos, ka kryer arrestimin e disa personave italian e shqiptar në kuadër të operacionit të koduar Martesa. Ky operacion, akuza ndaj këtyre personave të arrestuar është organizim e bashkëpunim në terrorizmin ndërkombëtar. Hetimet ka nisur qysh në muajin tetor të vitit 2014, kur policia italiane, Ministria e Brendshme ka shpallur si një person mjaft të rrezikshëm italianen e konvertuar në islam, Maria Giulia Sergio, e cila është bashkëshortja e shqiptarit Aldo Kobuzi nga fshati Gërmenji i Madh i Lushnjës. Pra, bërthama e këtij operacioni është martesa e çiftit Kobuzi me italianen Maria Stella Giulia. Duhet thënë se policia italiane ka ekzekutuar urdhën arrestit për 5 persone. Janë familjarët më të ngushtë të italianës së konvertuar në islam dhe të njohur nga mediat italiane si Lady Jihad, janë babai, nëna dhe motra e saj. Por gjithashtu është arrestuar në provincën e Grossetës tezja e Aldo Kobuzit, është pikërisht Arta Kacabuni, 41 vjeç, si dhe është kryer arrestimi po në Shqipëri, në fshatin e Gërmenjës së Madh të Lushnjës, nga policia shqiptare për Baki Qokun, që aktualisht ndodhet në Shqipëri, por ka rezidencë pra në provincën e Grossetës. Duhet thënë se policia italiane ka vënë në kërkim urdhër arresti ndërkombëtar me akuzë terrorizëm ndërkombëtar pra çiftin Kobuzi dhe Sergio, por ka vënë në kërkim dhe të ëmën e Aldo Kobuzi, Donika Qoku, si dhe motrën e tij Seriola Kobuzi. Kujtojmë për publikun shqiptar se Seriola Kobuzi është një person mjaft i njohur pasi është bashkëshortja e Mariglen Dervishlarit, shqiptarit nga Pogradeci që vetëm pak muaj më parë humbi jetën pra në luftën e shtetit islamik në Siri. Por prokurorinë italiane në konferencën e shtypur të mbajtur sot, kjo celul e xhihadit e zbuluar pra në Itali është një hap përpara për inteligjencën italiane, pasi ka mundur të zbërthejë në mënyrë të detajuar se si koordinon veprimet shteti islamik për të rekrutuar dhe për të nisur pra drejt Sirisë ushtar të rinj. Duhet thënë gjithashtu se kanë ardhur dhe deklaratat nga personalitetet më të larta të shtetit italian, është vetë Matteo Renzi, i
cili sot gjendet në Berlin në një takim të rëndësishëm me kancelaren Angela Merkel, i cili ka përshëndetur dhe ka falenderuar të gjitha ata persona që kanë bërë të mundur suksesin e këtij operacioni, ndërsa vetë ministri i Brendshëm Angelino Alfano ka deklaruar se sot është një ditë mjaft e rëndësishme pasi është vërtetuar se shteti italian funksionon, drejtësia italiane funksionon dhe ndryshimet që janë bërë në ligjet e kushtetutës italiane për sa i përket pikërisht terrorizmit ndërkombëtar funksionon. Për më shumë kronika. Operacioni koduar martesa ka çuar në pranga 10 persona, 5 prej të cilëve shqiptar, 4 italianë dhe 1 kanadeze, të gjithë pjesë e një celule terroriste. I shtrirë në Itali dhe Shqipëri, operacioni u ka vënë prangat pjesëtarëve të 2 familjeve të lidhur në krushqim mes tyre. Bëhet fjalë për familjarët e Maria Giulia Sergio, apo e njohur ndryshe Lady Jihad, dhe të bashkëshortit të saj Aldo Kobuzi nga Lushnja. Të arrestuar janë babai, nëna, motra dhe xhaxhai i Lady Jihad, ndërsa në Lushnjë janë arrestuar 2 dajat e Aldo Kobuzit, Baki dhe Bledi Çoku, ndërsa në Itali është arrestuar nëna e tij Donika. Në pranga ka përfunduar edhe shtetasja kanadeze Bushra Haik. Sipas prokurorisë italiane, 30 vjeçaria është koordinatore dhe përgjegjëse e rekrutimit online të grave xhihadiste. Policia italiane ka publikuar dhe foto të transformimit të 25 vjeçarës Maria Giulia Sergio, që tashmë mban emrin Fatima Zahra, dhe të 23 vjeçarit lushnjar Aldo Kobuzi, që ndodhet në Siri, e ka emrin Said. Ndërsa kjo foto dëshmon transformimin e familjes së 25 vjeçares pas konvertimit në musliman. Shërbimet sekrete italiane mësohet se në 2014 kanë përgjuar një bisedë mes imamit tashmë të arrestuar në Tiranë Bujar Hysa dhe kunatit të Aldo Kobuzit, Marenglen Dervishlari nga Pogradeci. Ky i fundit i thot imamit xhamisë së Mzezit se do të dërgoj kunatin tim. I kam dhënë numrin tënd të telefonit. Marenglen Dervishlari gjen vdekjen në Siri pak muaj më vonë duke lënë gruan e djalin e sapo lindur, por kishte arritur ndërkohë të çonte në Siri 23 vjeçarin lushnjar. Ministri i Brendshëm italian Angelino Alfano tha se operacioni identifikoi një bërtham të tërë familjare të lidhur me persona të konvertuar e të bashkuar në luftën e Shtetit Islamik. Veçantia e kësaj celule qëndronte në të qenit njëkohësisht i rekrutuar dhe rekrutues, ka thënë Alfano. Ndërsa prokurori Maurizio Romanelli tha se u identifikua një kanal turk fal të cilit u zbulua një skenar i tërë. Koordinatori që dërgonte luftëtar në Siri është një person mjaft rëndësishëm në Shtetin Islamik me lidhje në disa vende europiane. Sot konfirmojnë plotësisht se shqiptari Aldo Kobuzi është shndruar në një xhihadist të vërtetë, tha prokurori, duke shtuar se të arrestuarit nuk po përgatisnin atentate terroriste në Itali, por ishin në pritje për t'u bashkuar Shtetit Islamik. Por familjarët e të arrestuarve në këtë operacion mohojnë çdo lidhje me terrorizmin. Familja e Baki dhe Bledi Çoku të vënë në pranga me urdhër të prokurorisë së Milanos pranojnë që Aldo Kobuzi ndodhet në Siri, por se nuk ka asnjë lidhje me terrorizmin. Familjarët e 2 vëllezërve të ndaluar për terrorizëm në Lushnjë kanë mohuar që Baki dhe Bledi Çoku të kenë lidhje me një akuzë të tillë. Ata pranojnë që nipi Aldo Kobuzi me familjen ndodhen në Siri dhe ngren dyshime që pikërisht kjo është lidhja që 2 vëllezërit kanë përfunduar para organeve të drejtësisë. Ne e dim që nuk jeni ato. Nuk jeni ato. Po ne jemi kemi. Keni një nip në Siri? Kë keni, më thuaj. Ve çuni gosmave. Si ka emrin? Po tu ka hale, po njësë ka bane. Hale shkoj të gjene të bëjnë, s'ka punë me kalamajnë një do. Kemi thjesht për të kusë të fesë islame. Shtetë shqiptarë që mundohet më thënë ti si fusi muslimanë të fletë, ka në të gjera, dhe më thënë që të shpikin gjera, që ne nuk i kemi, që nuk marri ma shumë dhjetë, ma shumë frejtë. Fqinjet e familjes Çoku në Gërmenj thonë se njihen si besimtar të fesë islame, po vetëm kaq, nuk din të jenë musliman ekstremist. Kanë qenë njerëz të pasur, një familje mirë. Jo familje që të ngatroj njerëz. Qatë flasë të... është marrë ndonjëherë me predikimin e fesë muslimane? A i vetë jo, janë ato një pojtë, që nga të vlajtë. Edhe më herët është aluduar nga media italiane për baza stërvitje të celulave terroriste në Gërmenj, por përveç arrestimeve të sotme, qetësinë e fshatit Myzeqar se ka shqetësuar kush. Burg pa afat për 2 vëllezër italiko që akuzohen për vrasjen e efektivit të Reneas Ibrahim Basha. Avokati i mbrojtës nuk ka pranuar asnjë nga akuzat duke paraqitur arsyetime se ekzekutorët nuk janë 2 vëllezërit. Pas një seance maratone e cila zgjati më shumë se 5 orë, gjykata e krimeve të rënda vendosi të lënë në arrest me burg 2 vëllezër italiko, Arbion dhe Alban, ky i fundit ende i mitur. Në orën 9 të mëngjesit 2 vëllezër italiko u shoqëruan në gjykatën e krimeve të rënda për të njohur me 4 akuza: vrasje,
plagosit të punonësit të policisë, armbajtje dhe trafik narkotikësh. Nuk janë autor të vrasjes. Dhe nuk i vërteton dot prokuroria dhe nuk i ka vërtetuar që të jenë këta. Të dyshuar për këtë vrasje janë me dhjetra. Nuk vërteton që në atë ngjarje të ketë pasur snajper që të jenë qelluar i ndjeri punonësi i policisë. I pari që u paraqit në sallë përpara gjykatës ka qenë 17 vjeçari Alban Aliko. Seanca për vlerësimin e masës së arrestit ndaj tij u ndërprej me kërkesë të avokatit mbrojtës, i cili kërkoi përjashtimin e gjyqtares për njanshmëri. Të dy vëllezërit janë të akuzuarit kryesor për vrasjen e efektivit Reneas Ibrahim Basha. E gjithë akuza është mbështetur në dëshmitë e Giuliano Malos dhe Klodian Selimit, të cilët kanë deklaruar se ditën e zgjedhjeve kanë parë të armatosur në Lazarat dy vëllezërit Aliko. Dëshmitë e tyre janë të stisura, një pjesërisht janë të stisura, për të adresuar në formë piramide për të vënë gishtin tek Alikojt, ajo çka ndodhi sot. Dhe hetimet e teshit do të vërtetojnë që është tjetër histori. Bashkë me shpalljen e kërkimit ndërkombëtar në rastin e çështjes së Arben Froku do të shihet nëse gjyqësori ka dështuar apo jo. Këshilli i Lartë i Drejtësisë po pret arsyetimin e vendimit për dënim me burg përjet për të parë nëse në këtë rast është vepruar gabim me lënien e tij të lirë dhe shpalljen si të pafajshëm. Vendimi i apelit që kthe në burg përjet Arben Frokun shton dyshimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për mënyrën se si u mor vendimi për të nxjerrë nga qelit e burgut Arben Frokun. Me zbardhjen e arsyetimit të këtij vendimi, KLD do të arrijë në përfundimin nëse me çështjen e Frokut gjyqësori ka dështuar. Për herë të parë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë u angazhua pas kërkesës së prokurorisë së krimeve të rënda të nisë verifikimet mbi mënyrën se si u la i lirë dhe u shpalli pafajshëm Arben Froku. 48 orë pas vendimit të gjykatës së apelit për krimet e rënda, e cila e dënoi me burgim të përjetshëm Arben Frokun, ai është shpallur në kërkim policor ndërkombëtar. I dënuar për vrasjen e kryekomisar Dritan Lajmajt në shkurt të 2013-s, Froku mësohet se është larguar nga vendi më 20 qershor, një ditë përpara zgjedhjeve vendore. Nuk dihet ende mënyra se si Arben Froku është larguar nga Shqipëria, pasi në sistemin TIMS nuk janë gjetur gjurmë të identitetit të tij. Mbetet për të verifikuar nëse Froku ka dalë nga kufiri me identitet të rrem apo në rrugë ilegale. Pas vendimit të pafajësisë më 3 prill të këtij viti, ku Arben Froku u shpalli pafajshëm për vrasje, ai pranoi të jetë prezent vetëm një herë në sallën e gjykatës, ku çështja u apelua nga prokuror të krimeve të rënda. Krahas gjyqit, ai deklaroi për gazetarët se do të ndiqte edhe fushatën elektorale që zhvilloi në Puk. Pak ditë para aratisjes, ai u ndalua ndërsa tentonte të largohej përmes malit të zi drejt Kroacisë, duke u lënë i lirë pasi nuk rezultoi person në kërkim. Partia Socialiste shpalli nisjen e një faze të re organizative dhe zgjedhore në radhët e saj. Në mbledhjen e grupit parlamentar mësohet se është njoftuar thirrja e asamblesë në shtator dhe e kongresit në dhjetor, kur ka 2 vjet që kanë skaduar mandati i të gjitha forumeve përfshirë dhe ai i kryetarit. Kur po mbushen thuajse 2 vjet nga skadimi i mandatit të gjitha strukturave të Partisë Socialiste, përfshirë edhe ato të kryetarit, Partia Socialiste ka vendosur të thërrasë asamblenë në shtator për të nisur një riorganizim të thellë zgjedhor, por nëse struktura drejtuese nuk ka asnjë dyshim që do të zgjidhen për kryetarin, nëse do të ketë ose jo një votim nga antarësia, do ta vendos Asambleja e Partisë Socialiste. Në mbledhjen e grupit parlamentar janë analizuar dhe rezultatet e socialistëve në zgjedhjet e 21 qershorit. Kryeministri Edi Rama mësohet të jetë shprehur i kënaqur me rezultatin, duke deklaruar se në disa zona deputetët ja kanë dalë të fitojnë bindshëm, por ka shprehur rezerva për disa zona të tjera, ku Partia Socialiste humbi madje edhe bastione, por të gjitha do të diskutohen në analizën e thellë që do të mbahet në muajin shtator. Përshëndetje, pse keni lënë për në muajin shtator analizën e zgjedhjeve? Një koment? Hajde futemi në Partinë Socialiste që të doni dini çfarë bën Partia Socialiste. Tjetër mendim ndaj deputetë të Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama i kujtoi deputetëve se pushimet nuk kanë filluar ende dhe kërkoi angazhim në jetën parlamentare. Në mbledhjen e grupit, kryetari Edi Rama ka njoftuar zgjerimin e partisë me 150.000 anëtar real. Në mbledhjen e parë të grupit parlamentar pas zgjedhjeve, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha denonsoi me tone të ashpra një sër abuzimesh gjatë zgjedhjeve vendore. Lideri i opozitës listoi tek vargu i shqetësimeve kandidatët me rekorde kriminale dhe shtoi se Rama e Meta me këtë akt shpërfillën opozitën dhe qytetarët. Këto zgjedhje janë shënuar për aktin e paprecedent kandidimit përfaqësuesve të krimit, trafikant, tutor, pengmarrës dhe kriminal të njohur të skeduar
që Dyshjara Mameta i kandidoi pasi refuzoi thirrjet opozitare, mbar qytetare. Tabloja e opozitës për zgjedhjet është e errët dhe shtrihet në të gjithë territorin e vendit. Shefi Selis Blu tha se pati manipulime, presionin të policisë, presionin ndaj biznesmenëve demokrat, dhunë fizike, ndalime e deri te kërcënimet me armë të kandidatëve, përfaqësuesve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike. Angazhimi si kurrë më parë në zgjedhje të gjithë strukturave të shtetit, tatimorëve, inspektoriateve, drejtorive arsimore, të shëndetit, gjithanshme, burgjeve, OSHS, e në veçantit policisë, që ushtroi një fushat sulmesh, dhune, terrori, shoqërimesh, arrestimesh, kërcënimesh dhe keqtrajtimesh ndaj aktivistëve, kandidatëve dhe mbështetësve të opozitës. Rezultati i zgjedhjeve që rendit humbse Partinë Demokratike do ta çojë atë drejt një analize të thellë në çdo bashki. Partia Demokratike është në fazën e hartimit të një raporti të zgjeruar për zgjedhjet, ku do të përfshihet çdo ankesë për parregullsi. Dokumenti do të dorëzohet të gjithë kancelarive ndërkombëtare sapo të jetë gati. Dhe kjo mbledhje e parë e grupit parlamentar demokrat pas zgjedhjeve të 21 qershtorit është shoqëruar me debate lidhur me rezultatin e arritur. Ish-kryetarja e Kuvendit, akuzat dhe kritikat publike i ka shprehur edhe në mbledhje, duke i kërkuar kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha që të ndalë sulmet ndaj saj nga kryetarët e degëve të Partisë Demokratike. Por si rrjedhoi e këtij diskutimi ka qenë deputeti i Kurbinit, Mhill Fufi, i cili i ka kujtuar Topallit se kush emëroi në krye të KQZ-s Lefteri Eluzin, e cila sipas tij po mban qëndrime kundër Partisë Demokratike në procesin e administrimit të zgjedhjeve. Ka qenë kryetari Lulzim Basha, i cili ka ndërhyrë duke theksuar se ky debat nuk është në rendin e ditës së kësaj mbledhje. Incidenti i ndodhur ditën e zgjedhjeve me stafin e exit pollit organizuar nga Ora News dhe IPR Marketing është përfshirë edhe në raportin e rrjetit të gazetarëve shqiptar të politikës. Në raport thuhet se gjatë ditës së zgjedhjeve pati incidente në lidhje me stafin e zgjedhur nga IPR Marketing, kompani e kontraktuar nga Ora News për kryerjen e sondazheve parazgjedhore dhe exit pollit ditën e zgjedhjeve. Raporti thekson se një nga shkaqet e këtyre incidenteve ishte frika për intimidimin e zgjedhësve. Stafi i shtabeve elektorale të kandidatëve sipas raportit pengua në kryerjen e punës. Stafi exit pollit organizuar nga IPR Marketing dhe Ora News u bllokua në disa qendra numërimi për të kryer punën, duke shkaktuar ndërhyrjen e KQZ-s për të mos lejuar shkeljen e kodit zgjedhor. 3 sondazhet e para të zgjedhjeve dhe exit polli ditën e mbajtjes së tyre parashikuan rezultatin real të zgjedhjeve lokale të 21 qershtorit. Ecim në teme të tjera zhvillime, koncesionet dhe në shumicën e rasteve dështimi i tyre kanë qenë në qendër të debateve në Komisionin e Ekonomisë. Për mazhorancën dhënia e koncesioneve në kohën e qeverisjes së demokratëve është kthyer në një kosto për qytetarët, por për opozitën shumicën e tyre në fakt kanë dhënë rezultate pozitive. Koncesionet janë kthyer përsëri në një temë diskutimi midis mazhorancës dhe opozitës. Kreu i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe akuzoi opozitën se i ka ngarkuar qytetarët me kosto, vetëm si pasojë e dhënies së shërbimeve me koncesione. Kanë marrë qytetarët kosto ke pullë fiskal, kanë marrë qytetarët kosto tek gjyrosja dhe gjurmimi i karburantëve, kanë marrë qytetarët kosto ke kontrolli i shërbimit të automjeteve. Ish ministri i Financave Ridvan Bode nga ana tjetër deklaroi se qeveria nuk di të shfrytëzojë koncesionet e dhëna, duke marrë si shembull markimin e karburanteve. Kompania koncesionare ka njoftuar qeverinë dhe i thotë 20% e naftës të tregtuar nuk vjen nga detaksim, pa nuk kemë paguar taksa. Ndërsa ministri i Ekonomisë Arben Ahmetaj ju kundërvu ish ministri demokrat kur i kujtoi dështimin e koncesioneve me hecet. Kanë ardhur jo me projekt, po kanë abuzuar të drejtën korruptive të kontaktit me administratën e lartë edhe me drejtuesit e ministrive. Kanë dështuar se s'kan pas financime. Po patjetër, ç'a është kjo? Ti japësh koncesion dikujt pa mbështetje financiare, ç'a është? Abuzivitet është, korrupsion është. Ndryshimet në ligjin e koncesioneve sillnin procedura më të shkurtuara për një dosje më të plot ligjore. Të gjitha automjetet që të kalojnë në nivelin e nxjerrjes së gazrave nuk do të kalojnë procesin e kolaudimit. Ato që preken më shumë janë automjetet e prodhuara në harkun kohor 1994-2002 që përdorin benzinë.
Ky karburant përmban 3 elementë ndotës. Kolegi Arblina Mile sjell detajet e ditës së parë të hyrjes në fuqi të udhëzimit të ministrisë. Automjetet që nuk do të plotësojnë standardet e vendosura për nxjerrjen e gazrave nuk do të mund të kalojnë procesin e kolaudimit. Blokada fillon me automjetet e prodhuara në vitet 94-2002, të cilat përdorin benzinë dhe janë konsideruar më problematike. Kjo mas ka ardhur si pasojë e ndotjes së lartë të mjedisit nga gazrat e automjeteve. 250.000 automjete që janë dizel dhe 80.000 automjete që janë me benzinë. Preken afërsisht rreth 14-15% të automjeteve me motor benzinë dhe rreth 3% të atyre me motor dizel. Në testin e kolaudimit do të skualifikohen mjetet të cilat lëshojnë tym, që kanë rrjedhje apo e kanë nivelin e minimos më të lartë se norma e përcaktuar nga prodhuesi. Në pikën e kolaudimit në Tiranë ka nisur kontrolli në ditën e parë të hyrjes në fuqi të urdhrit të Ministrisë së Transporteve. Për naftën kontrollohet vetëm përqindja e blozës në volum, në sasinë e gazave që ai nxjerr, kurse për benzinën kontrolli është më i detajuar, kontrollohen hidrokarburet, kontrollohen oksidi i karbonit dhe koeficienti i përzierjes karburant-ajër. Ndryshimet e reja të ndërmarra nga Ministria e Transporteve parashikojnë që në vitin 2016 të gjitha automjetet që të i kalojnë normat e lejuara të ndotjes, bazuar në standardet e BE-s, nuk do të mund të kalojnë kontrollin teknik. Komisioni i ligjeve ka miratuar në parim projekt ligjin e arsimit të lartë. Shumica në këtë komision argumentoi se ligji është një hap para për të përmirësuar edhe punën e drejtësisë në kushtet kur avokat dhe gjyqtarë të diplomuar nuk kanë cilësinë e duhur për të dhënë vendime profesionale. Marilda Kasaj. Që diskutimit projekt ligjit për arsimin e lartë në Komisionin e Ligjeve, kryetari i këtij komisioni nxori në pa një problematik të fortë të sistemit që lidhet me cilësinë e diplomave. Ne kemi sot një problem shumë të madh me drejtësinë, kemi problemin edhe të pamëshmërisë profesionale. Kemi sot gjyqtar, prokuror, avokat që e kanë marrë atë titulla, e kanë marrë atë apo noter, apo kujtëm se përmbarues, apo kujtëm se çfarë, që e kanë diplomën, kanë dhe vitet, janë thirrur të japin drejtësi apo të shërbejnë për drejtësinë dhe janë të paaftë profesionalisht. Ministri i Arsimit Lindita Nikolla mbrojti draftin e qeverisë duke garantuar cilësinë e diplomave ndërkohë. Hodhi poshtë kritikat e grupeve akademike se ky projekt financon universitetet private. Unë Ministri i Arsimit, qeveria shqiptare ka shprehur në mënyrë të prerë një jo të madhe. Nuk ka para të taksa paguesve shqiptarë që shkojnë për institucione private. Projekt ligji i arsimit të lartë pritet të diskutohet në ditët në vijim nen për nen, ku pritet që debatet të jenë të ndezura pasi do të ftohen dhe grupet e interesit. Ministres sqaroi se ligji do të veprojë për vitin akademik 2016-2017. Spitali Amerikan sjell zhvillimet më të fundit në kirurgjinë e zemrës, realizimet e ndërhyrjeve kirurgjikale, anestezi e përgjithshme. Për herë të parë në Shqipëri, ndërhyrjet kirurgjikale në zemër do të mund të kryhen pa anestezi të përgjithshme. Kjo risi vjen nga Spitali Amerikan, ku fal anestezisë alternative ose të pjesshme, pacientët do të kenë kohë më të shpejtë rikuperimi sesa pas ndërhyrjeve me anestezi të përgjithshme. Me këtë lloj anestezie, dhe më thamë pacienti nga salla del komplet i zgjuar, nuk ka nevojë për intubim fare dhe rikuperimi ndodh minjere. Në ditën e nesërme ngritën këmbë dhe koha e qëndrimit në spital është shumë më e ulët. Përfitimi më i madh në këtë rast është aktivizimi i pacientit post-operator, është shumë herë më i shpejtë se sa nëse do të shtohet një anestezi gjenerale. Në muajt e fundit, Spitali Amerikan ka realizuar 7 ndërhyrje kirurgjikale në zemër me anestezinë alternative, ku të gjitha rastet kanë rezultuar të suksesshme.